Trishtim i madh për Gold Age në një ditë që duhej të ishte festë. Një ditë që pritej të ishte e mbushur me gëzim dhe festë për familjen e Gold Age, u shndërrua në një moment dhimbjeje të thellë. Në ditëlindjen e djalit të tij, reperi i njohur është përballur me humbjen e tezës së tij, Lule, një figurë shumë e dashur për familjen. Lajmin e trisht e ka bërë të ditur vetë artisti përmes një mesazhi prekës, ku shprehu dhimbjen dhe pikëllimin për ndarjen nga jeta të tezës së tij. Në fjalët e tij, ai theksoi lidhjen e fortë që kishin mes vete, duke kujtuar sakrificat dhe dashurinë që ajo kishte treguar gjatë jetës. Na paska lantezja Lule, shkruan ai mes tjerash, duke e cilësuar si një humbje të madhe për familjen. Mesazhi i tij ishte i mbushur me lutje dhe fjalë zemre, duke kërkuar që Allahu ta mëshirojë dhe ta shpërblej për sprovat që kishte kaluar në jetë. Momenti bëhet edhe më prekës për faktin se kjo humbje erdhi pikërisht në ditën e ditëlindjes së djalit të saj, një ditë që zakonisht simbolizon fillime të reja dhe lumturi familjare. Në këtë ditë të ditëlindjes tënde vëlla nuk e prita që të ngushëlloj, shprehet ai, duke treguar se dhimbja ishte e papritur dhe e rëndë. Mesazhi i tij ka prekur ndjekësit, të cilët kanë reaguar me mira komente ngushëllimi dhe lutje për shpirtin e të ndjerës. Në këtë muaj të shenjtë, ai u lut që vendtakimi i tyre të jetë xheneti Firdeus, aty ku, siç shprehet, s'ka më ndarje as pikëllim. Një ngjarje që rikujton se jeta sjell njëkohësisht gëzim dhe dhimbje, dhe se në mes të festës, ndonjëherë vjen edhe sprova më e vështirë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.